që i bëj thirrje edhe kryetarit zotëri Përbarim Ramës që reflekton diçka ndaj ndërmarrjes tonë, nuk kanë me punu punëtor deri momentin që të ekzekutohen pagat. Nuk mujna me prit mo, kjo është që 3 vjetë të ndodhë. Na jemi të vazhdu gjithë të lypë kërkesat tona. Kryetarit sindikatës, arsyeja pse na mbledh sot se paga që ka deshtë me ekzekutu nuk është ekzekutu ende. Është data 7 sot, me kontratë kem drejt deri me datën 5 me prit. Pas datës 5 ende nuk është ekzekutu. Arsyeja pse na mbledh sot nuk janë gjithë, se do i na lënë në përpika për shkak që mos me neglizhu krejt punën, po sidoqoftë po presim të gjatë ditës mu ekzekutu. Qëllimet una është që i bëj thirrje edhe kryetarit zotëri Përbarim Ramës që reflekton diçka ndaj ndërmarrjes tonë, e cila është bajegjen e krizë. Nuk është hera por që kem të loshe për paga, po thoja se çdo muj të e prit apo dela nuk po del. Kryetarit komunës nuk kena marrë përgjigjja le, jem të e prit, po thojni subvencion, po alo nuk ka diçka konkrete. Jem të e prit edhe rregullorën me u dalë në publik, me hecë për para, po ende në pritje janë. Nëse sot gjatë ditës nuk ekzekutohen pagat, na si sindikat veç kena me vazhdu me protest paralele. Nuk kanë me punu punëtor deri momentin që të ekzekutohen pagat. Momentin që ekzekutohen pagat, na kanë me vazhdu deri momentin që të vjen kryeshefi i ri. Edhe i kemi paralajmëru, ju kemi dhënë një lloj ultimatumi që nëse ndalet rruga nuk del në kohën e caktuar, na do të ndërmarrim çim të botë tash. Do të bëjmë protesta. Nuk ka kurfar arsyetimi, nuk mujna me prit mo. Kjo është që 3 vjetë të ndodhë. Na jemi të vazhdu gjithë të lypë kërkesat tona, kërkesat që na atakojnë, se na jemi të kry punën tonë qa lypët. Jemi 100% gjithë jemi në punë, punojmë, kur s'nalmi këta, çka bojnë mrena, qysh i veprojnë sanët e veta, këta i dinë. Dhe të rregullojnë ta pjesët e veta na tona. Punën tonë e kry. Ju kemi të regu, boti pasi nuk ekzekutohen pagesat, na nalën punën. Kështu do kemi vepru, kështu do veprojmë edhe në tarmën. Nëse ekzekutohet sot, sipas disa fjalëve që bën në pyetje, po fliti që sot do të ekzekutohet, prapë kthehemi në punë. Vjej pasi tjetër, prapë do të ndërprejmë. Derisa gjiden një zgjidhje, kjo nuk është zgjidhje, kështu kjo nuk është në rregull. A financiare këtu? Na kem një informat që deri më tash neve që jemi kon terren na u ka pagu paga për shkak presionit që kemi bëna si sindikat. Këta mrena kemi informata që nuk janë pagu deri në 16-17. Po ata kanë familje, keq është edhe për ta. Nuk e di pse s'na bashkan gjiten, po mirë ata më orë me neve këtu, se njëtin probleme kemi gjithë. Nuk e di pse s'po dojnë ata më orë. Kryesisht na do ta vazhdojmë, do t'i mbrojmë edhe ata nëse ka nevojë, veç le të vazhdojnë, le të rregullohet çka punë. Financiare dihet krejt çfarë kohë jemi të jetu. Nuk e kemi një pagesë të madhe, kemi një pagesë modeste. Na jemi ton kohën në terren. Neve na kushton ajo punë, se do të më ushqy, do të gjitha punë tjera që na takojnë. Nuk po kemi mundësimi i kalu për ata është një pikë kërkesa ngritja e rrugës që kemi bërë. Është një ngritje që nuk është e madhe, po për neve mjafton me punu. Çato që e kemi lyp, ka dhe vështirësi të mëdha, nuk po mujmë ja dal, po duhet me veprën kësaj mënyrash. Jemi ndërmarrja ma e neglizhuar edhe me paga ndër më të vogla që ekzistojnë për ndërmarrje të tjera.